Përshëndetje të dashur miq, mirë se vini. Atëherë, sot kisha dëshirë të flasim për gjinin. Për gjinin dhe që na thot kjo fjalë kaq themelore. Atëherë, gjini na thot se jena një gjë apo një gjë. Ashtu si që kam thënë më përpara, një gjë është çdo gjë është një gjë, se s'ka asgjë përveç konsciencës. Edhe, domethënë çdo njeri i përfaqëson këto dy polaritete, femnore, maskullore, brenda vetes. Pra, simbolikisht, çdo gjë brenda vetes këto dy ana, si janë dy ana të njëjtës gjë, pra. Fjala gjë, gji, gjë, gja, gju, gjo, se këto kanë dhënë edhe emnat, domethënë si janë të përdorur të njoftën mes shqiptarëve, ndoshta prap më shumë në veri se e një juk, po më janë një gjok, për shembull, vjen për fjalë se gjo, gja, ka, gjok, gjoka. Normal, gjini, si më jamen, pse s'përdoret më shpesh se më përpara, prap ekziston. Gjini, pra, është gjini. Ashtu si gjoni është gjoni. E tjera. Qa deshta me thonë? Deshta me thonë se një krijesë njerëzore, po hyjnore, si që jena zota, nëse na si perëndisi jena, tu i kanë femën për shembull, nëse nuk pranoj brenda vetes të dy energjitë, nuk di me harmonizu të dy energjitë, normal si kjo sjell pasoja, edhe kallëzon e tregohet me kohën, domethënë nëpërmes sjelljes e tjera. Normal shkon deri te trashëgimnia, domethënë te fëmijët e tjera, është si një pasurie, po pasuri çike si çon sfida, sepse nëse ti si femën nuk adhuron femnoren brenda vetes, po adhuron veç maskulloren, sepse kështu kanë rrethonat njerëzore, e tjera, atëherë ti je i damun ose je damun prej gjysën e vetes vete. E njëjta gjë me mashkullin, nëse mashkulli nuk e pranon energjinë femnore brenda vetes, normal se ose mashkulloren, po thona, se mundet me ndodhë kjo, pra ai njeri është i damun edhe është i prem, domethënë nuk ka njenja ndaj kësaj ane, këtij polariteti, qoftë maskullor, qoftë femnor. Atëherë, pse po flas për këtë? Po flas për këtë se është aq e rëndësishme ta kuptojmë, sepse rrethonat kanë ardhur si kanë ardhur për shqiptarët tash 2000 sa vite. Maskullorja ka marrë përsipër ashtu siç dashtë një kohë për mbrojtjen e tjera, ka marrë shumë përsipër. Po ka anashkalu pa dashje, me qëllim ngaherë, pjesën femnore, normal edhe gjinin femnore, domethënë femnat në përgjithësi, po energjinë femnore brenda njerit i herë në vend parë, se çdo gjë fillon brenda nesh, e pastaj pasqyrohet jashtë. Pra, na tu i kanë kulturë, civilizim, origjinë,
gjep e vatër të tanë një kontinentit e ma shumë, du ta kena parasysh se ashtu si në kanon, jeta e një femne ose një femen, në thojza, ka dy herë ma shumë rëndësi se jeta një mashkulli, sepse ta njerëzimi vjen prej femnores, dhe më thanë polariteti femnor sjell njerëzimin në jetë. Normal me polaritetin mashkullore dihet, po gjithsesi pjellin e bën femnorja. Këtë nuk e diskuton askush përveç ndoshta do modernista, wokista, ku diun njerëzit si kanë hub krejt lidhjen me natyrën, po thona. Edhe, dhe më thanë, na si shqiptar kena një thesar të madhe, kena një pasuri shumë të madhe, sepse normal femnat shqiptare kanë rujt me mija vite, dhe më thanë, pasurinë shpirtërore, njerëzore, e tjera, se ka pas periudha të merrisht të frikshme, të rrepta për mashkullet, si ne si gen, kemi rreziku zhdukjen vazhdimisht, do më thanë, edhe femnat shqiptare, do më thanë, kanë rujt këtë gjatë shajt, po është ba i qik të pri, është abuzu i qik fakti se gjinia mashkullore ose ana e gjinisë mashkullore është e që shajt sa ana e gjinisë femnore, se njëna pa tjetrën nuk bën, se kështu është natyra vetë, nuk është se më pëlqen mua, i pëlqen ati tjetërt, po është vetë edhe herë polariteti, është një ligj universal, na nuk mund ta anashkalojmë, po mund ta kuptojmë se për te iluzionin e damjes, dhe më thanë mashkullore, femnore, si mund dukemi si dy krijesa krejt pa lidhje, po thona, gati ashtë ndryshme jena. Në fakt, na jena një gja, e jena një gji. Pra, dhe më thanë, kjo normal se është ka ndryshën, se femnat po zgjohen, po bëhen vetëdijshme, dhe pse kanë, po bëhen edhe ma shumë, ashtu edhe mashkujt po e shofin se, dhe më thanë, ky komplementaritet, fakti se nuk mund ta zëvendësosh një energji me energjin tjetër, se janë dy energji të ndryshme, pavarësisht se janë dy anë, dy pjesë të njëjtës gjë, atëherë na shqiptar, dhe më thanë, të shku asaj rrugë, të i kanë ma të vetëdijshëm, të i lanë hapësinë e duhur femnores e mashkullores për me u shpallë, me u shpreh ashtu si njëna e tjetra duhet shprehen e duhet shpallen, ne si qendër civilizimit, se jena zemra e kreu, në fakt, po kreu normal, dhe më thonë kryet, po jena zemra, edhe kisha me thonë edhe mushknit, e Euroazis ma gjanë, se s'po rrim veç në Evropë, po nese. Pra, Shqiptaria ka ndor një sfidë të madhe, shpirti shqiptar është të ju ribashku për me u rikujtu se gjithmonë ka kanë një. Mashkullorja është gjithmonë në shërbim të femnores. Femnorja është në shërbim të konshiencës e të jetës. Pra, nërmes femnores, mashkulli ose mashkullia mund të lidhet direkt me jetën, me fuqinë
me fuqinë krijuese, si edhe herë e bajmë të dyja të tanë mrena nesh, dhe në qovë se këto dy energji nuk i barazojmë, edhe herë nuk është ideja veç me i konsideru i saj, po me pa dallimet, me pa specificitetet, dhe më thanë, mos me i lyp femnores qa bën mashkullorja, e qa bën mashkullorja, femnorja nuk e këshyr gati. Shqipja me dy krena, se nuk është rasi, se shqipja me dy krena përfaqëson pikërisht këtë polaritet. Ju nështë nuk e dini, por shqipja me dy krena është shumë maj vjetër se qa donë me na thanë, dhe ky simbol është gjetë mi 3-4 kontinente, do më thanë të paktën 3, në Amerikën qendrore, jugore, tjera, mund të i këshyrni online këto. Popujt e asaj kohë, dhe më thanë popujt e lashtë, majshin këtë simbol me shqipen me dy krej, dy koka. E pikërisht ishte kjo, dhe më thanë, polariteti. Edhe një gjanë tjetër, flamuri jonë shqiptar, si që shifni dhe më thanë e dina tanë sa është bardhëzi, në fakt, interpretimi jem është se e zeza përfaqëson konsciencën, pra pa fundësin, ajo që sfidhon e smaron. E kuqja përfaqëson njerëzoren, pra ajo që ka një fillim e ka një marim. Një fillim e një marim. E pra, këto dy aspekte, dhe më thanë, e përhershmja edhe materja, po thona, ose spiritualitete e materja, ose quajni si doni, janë, dhe më thanë, janë dy aspekte si kur nuk mundahen, pavarësisht të njerëzit kanë hup e në materialitetin, e kanë hup pikërisht shpirtin e tyne, se tu lyp me u pasuru veç në anën materiale, kanë hup, dhe më thanë, lidhjen me pasurin shpirtërore, sepse gjithçka normal vjen prej konsciencës e gjendjes të konsciencës një njerit. Pra, të në këto për më thanë se na shqiptarët kena aq shumë në dorë sa nuk mund të presim prej as kujt, as një vëlloj, si më thanë, kuptimi, mbështetje, kudione tjera, sepse na shqiptarët kena rujt këtë dije, si e kena në gen, si është pikërisht, dhe më thanë, fakti se çdo gjë është dy. Edhe pse kjo gjë është një iluzion, sepse jeta, edhe herë çdo gjë është një gjë është të gjë, po për me shiju këtë eksperiencë njerëzore, toksore, për me dallu gjanat, kjo loja e polariteteve është në çdo gjë. Dhe më thanë, normal si njeri du ta shofin këtë, po edhe du të shofin për te këtë. E kështu si na shqiptar, po jo veç na, po në vend par, na takon mos me prit një autoritet të jashtëm, me ban ligjin mrena gjinis, po edhe herë për te fjalë si përdoret sot për mashkulloren femnore, gjini, frangjesht është e njëjta fjalë, zheni, ose në anglisht e tjera,
Pra është gjini, është ajo si gjahet. Pra, në qoftë se na, si shqiptar, si njerëzi, si krijes njerëzore edhe hynore, do të kuptojmë se të i kanë autoritet për vedi, dhe me thanë të i vnu shpirtin aty ku duhet si autoritet suprem, sepse konscienca, energjegja, si është njëjta gjë, ose Zoti, ose, në qoftë se kjo gjë nuk është autoriteti suprem, autoriteti më i lartë në njerin, në konsciencën e njerit, atëherë edhe zemra prishet në fakt e mund të sjellet vërdall, të i kujtu se është ka njek atë si don, atë si duhet, por në fakt është i verbër, është i dëmtuar, është i prishur, e tjera. Edhe e pra kjo është, dhe me thanë, autoriteti i mbrëmshëm është si gjinia, si është një gjë, një gji që çdo krijes e ka brenda vetes, sepse jena një shpirt. Edhe në qoftë se na nuk e kuptojmë, nuk e mishrojmë faktin se jena një, e jena gji, e jena gjë, e jena dhe më thanë ashtë fuqishëm, s'kam fjalë tjetër, po ashtë puro, në qoftë se na nuk e kuptojmë, atër normal si shpirti jonë do të flishet, do të qahet, do të bëhet dëm, sepse nuk e ka njëri në mendje qa është origjina e tij reale për të superficialitetit, e dukjes, e tjera. E pra virtut ose të mirat që shpirti ka ardhur për me i përpunu, me i arrit, me i hyp asaj shkalle, kadal, në qoftë se shpirti nuk mund të vinë të shijojnë tana këto dhe më thanë ndryshime, specificitete, po tu je ditë se është gjithmonë e njëjta gjë që është në çdo gjë, pra edhe herë konscienca, atër normal si do shkojmë në këtë sakt si kena shku ku jena të mytuna në ideologji të ndryshme, çdo lloj ideologjie, e këto ideologji edhe më të hershmet edhe më komplekset e më të rëndësishmet, ose si kanë bën njerëzit të rëndësishme, prap meten ideologji. Edhe me thanë na shqiptarët, evropianët ma gjanë normal, por shqiptarët i herë të kanë zemra e civilizimit, ne shqiptarët në takon me u çu prej gjumit, edhe mos me anashkalu kur autoritetin shpirtëror të mbrëmshëm si kena, sepse pikërisht sistemet e ndryshëm, dhe më thanë jo politik, fetare, qa dushte, sistemet janë bën të tillë si nuk i lejojnë njerëzit me virtute, njerëzit si dojnë me bën mirë, me pas pushtetin këto sisteme. Jo rastisht sistemet tona moderne prodhojnë veç njerëzit korruptum. 99.999% të paktën, edhe pse ka gjithmonë shoqër njerëz si ndoshta ja dalin i çik, po me aq shumë vështirësi si më në fund nuk ja dalin kurkun, sepse edhe herë nëse është tan shoqëria e verbume, ti nëse dele thue
të vërtetën do të masakrohesh, sepse njerëzit nuk kanë interesa për të vërtetën kur doin me majt një sistem, si ky sistem shërben jo të vërtetë, jo të mirën. Pra, autoriteti i menshëm, gjinia e menshme, për te gjinisë biologjike, si normal është kryesore, është super e rëndësishme, të paktën për riprodhimin e njerëzve, po nëse na harrojmë e kujtojmë se mund t'jena një gjini pa nërgjegje e pa konshencë, atër gjithsesi veç shkatrim do shkaktojmë edhe do ta shkaktojmë tu i menu se jena tu i ba mirë. E kjo është edhe më e rëndë se tanat zezat, do më thanë se namen të mirës, namen të sigurisë, namen të dashurisë, e tjera, bahen në fakt dhe gjanat ma të mërshme, ma të papranueshme. Pra dhe herë, gjinia mërna një njeri, në fakt nuk ka pse me u drejtu një polaritetit ma shumë se një polaritetit tjetër, do me thonë mashkullorja, femnorja. Edhe për shembull sot ka dalë, së është diçka e vjetër, po rikthehet, do me thonë, biseda për faktin se gjinia e tretë, po e thoj unë, po e thras kështu, për trans people, do me thonë njerëzit si do me bën tranzicion të gjinisë tyne, edhe kjo për mu është një pasojë direkt e faktit se edhe herë moderniteti, njerëzit kanë harru se mrena vetes i kanë të dy polaritetet dhe s'kan asnjë farë interesit, përkundrazi bajnë dëm shumë vedit të tjerëve, të i kujtu se mund të ndrojnë gjini. Që gjini nuk e ndrojnë, se gjinia është ajo, është është gja, edhe është një. Atër ndro qa dush, po ti s'ke me ndru asisan më në fund, sepse në fakt kjo gjan ka me met, ti veç je ka i largohesh, tu i kujtu se je ka i afrohesh. Edhe, pra, edhe një gjan tjetër, për këtë si sa po thash, për gjinin e tretë, unë personalisht, se gjuha shqipe më mëson tana këto, nuk kuptoj pse po flasim për transgender, dhe më thanë me kalu gjinin, trans, dhe më thanë me kalu gjinin, po thona, kur në fakt shysh me mia vite, edhe prap fjala me shqipen na shpjegon krejt thjesht, pse me dash me ba transgender kur ti je androgyn. Androgyn, fjala shqip, do më thonë se shqip, se s'ka qa me kënë tjetër, është aq e këthjellët. Androgyn do më thonë androgynin. Ti kur dush, veshu si mashkull, veshu si femen, fol si mashkull, fol si femen, e tjera, pavarësisht do më thonë gjinisë biologjike si shpall, ti mund të lujsh pa fund me këto dy polaritete e energji. Edhe nuk ka asnjë lloj dëmi aty, do më thonë me kënë androgyn është qelsi, sepse pikrisht du të me i bajt e me i adhuru të dy polaritetet femnore e mashkullore mrena vetes. Po kur ti atakon biologjin tane, trupin tane nëse dikuj tjetër, edhe kujton se du të ndryshu në gjë për me kënë ashtu si menon ti me kënë,
do thot se ti nuk e ke kuptu se qa është taman gjinia, edhe i herë gjinia është një, se çdo gjë është një gjë, e një gjë është çdo gjë. E pra, universi nuk bën diferencë, ose Zoti, ose quje qatë dush, nuk bën diferencë në mes mashkullit e femnës. Për njëtë, për shembull, fetë moderne, si përfaqësojnë një zot mashkull, dhe me kenshel, dhe me kudione, ma rrina, ma të maja, s'kom një kurrë njëtën teme, në qofë se Zoti kish me kanë me një gjini si njerëzit, atër gjithsesi kish me kanë femen 100% sepse tanë njerëzimi ka rrel pikërisht prej femnores, prej ciklit femnor. Kështu si nuk ka asnjë lloj kuptimi, domethënë me vnu mashkulloren mi femnoren, është një e anasjetas, normal. Asi gjans është mi tjetër, se janë edhe i herë dy aspekte, dy iluzione, dy gjana që na shpallen kështu si po thona të kundërta ose komplementere ose krejt dame, po në fakt nuk janë as pak të dame, e kanë gjithmonë bashkë, gjithmonë do t'jenë bashkë, sepse çdo gjë man këtë gji, e këtë gjë, dhe më thonë edhe herë gjinia, është në çdo gjë që ekziston, sepse energjia nuk është femnore ose mashkullore, energjia është pikë, po energjia nuk rra kurrë. E dhe me thanë, ti në qofse impunon energjin tane për me u dukt një mënyrë e me u sjell një mënyrë tjetër e anasjelltas, gjithçka shpallet, çdo e vërtet ka me dalë, do dalin, kështu si edhe herë vedi t'ja bane. Po kthehem edhe herë për me marru këtë video te fakti se androginia, kjo është një pasuri e për shembull në kulturën tonë mijëveçare, burrneshat, siç e dina, gjithmonë kanë të respektume, të pranume, pavarësisht se sakrifikushin një aspekt edhe herë superficial të jetës tyne, po ideja është se një njeri në çdo çast, në çdo moment mundet me zgjell energjinë e menshme që don ai me përdor për të mirën e vetit e për të mirën e tjerëve. Gjithmonë tuj adhuru e njëjtën kohë anën tjetër të energjisë të menshme. Përndryshe, normal, nuk është e drejtë, nuk është harmoni, edhe herë sjell pasoja. Unë nuk po them se femnat du të bahen burrnesha ose mashkujt du të bahen femnor, as pak, po them të kundërtën, po them se femnat janë burrnesha, qyshën linje, edhe mashkujt kanë një aspekt super femnor mrena tyne, edhe nërmes këtij aspektit femnor mund të lidhen me energjinë primale, me intuitin e tjera, nuk ka nevojë askush për as me dhunue, gjithsesi normal qoftë me dhunue gjinin tjetër, edhe s'ka asnjë lloj superioritetit për shembull një mashkull si kujton se është mashkull, sepse me fuqinë e tij superfaqësore man tjerët me frigë, ai nuk është as pak mashkull, as pak. Edhe njerëzit du të çohen prej gjumit e du ta shohin këtë siç është, e të mahniten me cilësitë njerëzore si shpall një mashkull edhe një femen, e në dy aspektet njëjtës gjë. Pra, ti si mashkull
nëse je mashkull taman, atër s'ke nevoj me imponue askon, me a fut frikën askujt, sepse ke cilësi tjera, ke mundësi tjera për me rrit njëjtin rezultat, po thona. Pra, unë mahnitem prej sjelljes të mirë dikujt, mahnitem prej bujqësisë, po, fakti se dikush është i butë, është i amel, është i dashtun, kjo është diçka për me të mahnit. Ka krye ajo kohë ku du të mahnitemi për narsisizmin e dikuj, për dhunjen e dikuj, për panjeshmërinë e dikuj, kur në fakt deshte normal se kjo nështë nuk sjell pasoja direkt për ne, po sjell direkt pasoja për tonë shoqërinë njerëzore. E pra, nëse na nuk i kena dy sytë në vend për me pa realitetin ashtu si qështë, pra 2L do më thonë është dysh, ashtu si shqiponja me dy kre për ne, ashtu si tana ato simbole do më thonë yin, yang, çadushtje, tjera, si këto në fakt janë më të reja se shqiponja jonë me dy krena, po ta flasim një video tjetër. Atër normal si na do bime një iluzion ku kujtojmë se ai si ka pushtet është ai si ka fuqi ose ai si është i lirë, kur në fakt ai si ka pushtet, ai si ka fuqi, ai si është taman i lirë, ka i herë mrena vetës, e shpallë të vetja, pastaj e shpallë me tjertë. Po, kur ti nuk ke një fuqi të mrenshme, atër dënë me lyp një fuqi të jashme, mu ban politikan, mu ban fetar, mu ban bla 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 e ku dion. E pra këta njerëzi, si që shofim sot, si kena shumë krejë gjithkun, për fat keq nuk janë as pak të fuqishëm, e nuk janë as pak njerëzi për t'i respektu, sepse nuk kanë asnjë lloj fuqie mrena vetes. E për atë janë një kërkesë vazhdueshme për një fuqi të jashtme, për me imponu njerëzit, edhe kemi shku në këtë cak ku njeri normal lyp si një autoritet jashtëm, qoftë politikan, qoftë bla 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 e tjera, për me ja dhënë një lloj mbështetje, një lloj validacioni të jashtëm, kur ti e din kush je, e din vlerën tënde, e din, domethënë, çka ke mi tëna, si është shpirti, është konscienca, është ndërgjegja, pavarësisht se tjerë tallen, shajnë, fynë, rrejnë e tjera, ti arritën në atë cak ku në fakt shesh me këtë realitet, sepse e shef aq mirë sa superfaqësore është. E pra, tan ky cikl në cilin jena, se është një cikl shkatërrues, është ka merr fund pikërisht sepse kemi ardhur në periudhën ku çdo njeri është sot Zoti, gjithmonë ka qenë, po sot po rikthehen në vetdijen se çdo njeri është Zoti, çdo njeri është një profet, është një mesi. Fjala mesi, si Muhamedi, Krishti e tjera, do më thanë mesi, fjala mesi, si përdoret në gjuhë tjera për me thanë, do më thanë një profet, ose një njeri si sjell një të vërtet, vjen prej fjalës shqipe mesi, mes, pra me kanën mes. Edhe herë, na i kena të tëna gjanat mrena, do më thanë energjia primale si na jep frymën e na man, i përfaqëson të tëna, edhe nuk ka njeri kurrë në asnjë moment me lyp një lloj mbështetje të jashtme për autoritetin e mrenshëm shpirtëror, siç e ka çdo krijesë, çdo njeri, çdo krijim, çdo perëndi si jena. Atër,
Cash për sot, ju puthi fort e shifemi